Iglitare, Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani dhe Jeffrey Moncada u shkarkuan sot zyrtarisht nga Milani. Bëhet fjalë për 3 drejtorë dhe trajnerin Allegri, që e pësuan pas humbjes me Cagliarin. Milani mbeti pa Champions, dhe kjo nuk u ka përdin nga pronari Gjeri Kardinale. Deklarata zyrtare nga Red Bird, ku tregohet për shkarkimin e Tares dhe jo vetëm, i kushtoi shumë shtrenjtë kuqezinjve. Kjo pasi duhen paguar plot 22 milion euro për këtë revolucion që sapo nisi. Iglitare kishte firmosur për pagën 800.000 euro neto. Shkarkimi i drejtorit sportiv shqiptar i kushton 3 milion euro Milanit, pasi llogariten edhe 2 vite kontrat dhe paga që konsiderohet është ajo bruto. Largimi i trajnerit Allegri i kushtoi 9 milion euro pronarit Kardinale. Në anën tjetër, CEO Furlani është shpenzimi më i madh, duke qenë se kishte rinovuar. Bëhet fjalë për 10 milion euro. Vetëm drejtori teknik, pikërisht Moncada, ishte në fundin e kontratës. Ndaj me 3 të tjerët, bëhet fjalë për 22 milion euro që do të paguhen. Vetëm Zlatan Ibrahimović nuk u largua nga pronari Gjeri Kardinale te Milani. Ish sulmuesi suedez është në prapasken të shkarkimeve që shkaktuan tërmet dietë kuqezinjt. Iglitare, Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani dhe Jeffrey Moncada u larguan me një herë dje pas deklaratës zyrtare të Red Bird. Prapaskenat e zbuluara së fundmi tregojnë se disa shkarkime ishin përgatitur. Për Taren ishte thënë prej ditësh që do të bëhet i sakrifikuari i parë. Sa i përket trajnerit Allegri, rezulton që përplasja me Ibrën i kushtoi shtrenjtë. Shkarkimet ishin përgatitur duke qenë se javën e kaluar u mbajt një takim sekret me Andoni Iraola. Trajneri i Bournemouth shfaqet aktualisht si alternativa kryesore për të pasuar Allegrin.